Përshëndetje të gjithëve, drejt për së drejti, ky është edicioni informativ i lajmeve ai orës 13. Në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Administratori dhe 4 punonjës të Prestige Resort në Golem janë arrestuar pasi dyshohet se kanë mbajtur peng brenda ambienteve të resortit 3 punonjës të tatimeve, të cilët kishin shkuar për inspektim. Inspektorët janë bllokuar në një dhomë me çelës për mbi një orë. Policia avion në hetimet për pengmarrje. Investimi në një kompani kanabisi mjekësor si aksioner në Maqedoninë e Veriut është pista e radhës e policisë për vrasjen e Edmond Sulës në Borxull. Blut pritën t'i kërkojnë autoriteteve të vendit fqinj detajet të veprimtarisë të tij atje për të parë nëse lidhen me atentatin që e la të vdekur. Një javë pas vrasjes, autori mbetet i pa identifikuar, ndërsa po hetohen edhe pista të tjera mes tyre dhe fajdet. Transaksionet me kriptoasete do të përfshihen në sistemin e shkëmbimit automatik të informacionit tatimor ndërmjet Shqipërisë dhe vendeve të Bashkimit Evropian. Një projekt ligji hartuar në përputhje me direktivat europiane vendos detyrime të zgjeruara për platformat dhe operatorët që kryejnë shkëmbime ose transferime kriptoasetesh për klient. Dy ushtarë amerikanë u vranë dhe një tjetër rezulton i zhdukur si pasojë e sulmeve iraniane në Jordani. Ngjarja e cila shënon vdekjet e para ushtarake amerikane në luftën e lindjes së mesme që nga marsi kanë nxitur një kundërpërgjigje të ashpër të SBA-ve me bombardime në zona të ndryshme të Iranit. Teherani ka deklaruar se tashmë s'kas një marrëveshje me Washingtonin, ndërsa Donald Trump tha se nuk i intereson që Irani ka tërhequr memorandumin e mirëkuptimit. Pas më shumë se një muaj, spektakël, emocionesh dhe surpriza, sot vjen momenti më i shumë pritur i Kupës së Botës. Në stadiumin MetLife në New Jersey, dy superfuqitë e futbollit, Spanja dhe Argentina, do zbresin në fushë për të luftuar për trofeun më të rëndësishëm në futbollin botror. Fillojmë më gjerësisht. Administratori dhe 4 punonjës të Prestige Resort në Golem u arrestuan nga policia e Durrësit pasi dyshohet se mbajtën peng për rreth një orë punonjës të Task Force-së të tatimeve, të cilët shkuan të shtunën për një kontroll në resort. Sipas policisë, të arrestuar janë administratori Sajmir Ndrecaj, 34 vjeç, shefi i financës Zaho Jaçaj, 34 vjeç, shefi i sigurisë Artan Kasa, 34 vjeç, si dhe 2 punonjësit e sigurisë, Hamit Sula, 64 vjeç, dhe Bujara Golli, 57 vjeç. Ngjarja ka ndodhur një ditë më parë, ku punonjësit e Task Force-së së tatimeve u paraqitën në resort për të kryer një kontroll në kuadër të një plani verifikimesh që përfshinte disa subjekte. Sipas autoriteteve, kontrolli kishte si objekt verifikimin e aktivitetit ekonomik të Prestige Resort, bazuar në dokumentacionin që lidhet me përmbushjen e detyrimeve financiare. Hetimet paraprake zbuluan se punonjësit e tatimeve u futën në një ambient zyre nga drejtues të resortit, u mbyllën dhe u mbajtën në kundër vullnetit të tyre për rreth një orë, duke u penguar të kryenin detyrë. Në këto kushte, punonjësit arritën të njoftojnë policinë, menjëherë pas mbritjes efektive në vendngjarje ata u liruan, ndërsa nisi hetimi që çoi në arrestimin e 5 persona. Investimi në një kompani kanabisi mjekësor si aksioner në Maqedoninë e Veriut është pista e radhës e policisë për vrasjen e Edmond Sulës në Borxull. Blut pritet i kërkojnë autoriteteve të vendit fqinje dhe detajet të veprimtarisë të tij atje për të parë nëse lidhen me atentatin që e la të vdekur. Një javë pas vrasjes, autori mbetet i pa identifikuar, ndërsa po hetohen dhe pista të tjera mes tyre edhe fajtet. Kur ka kaluar një javë nga vrasja 50 vjeçarit Edmond Sula në Borxull, autori i dyshuar që e qelloi me tek plumb akoma mbetet mister. Mënyra e atentatit e bën të vështirë gjurmimin e tij, të paktën deri në këtë fazë të hetimit, pavarësisht këqyrjes së kamerave të sigurisë dhe një rrezë të gjerë në zonë, asgjë nuk shërbeu për lokalizimin e tij. E shkuara problematike dhe shumë konfliktuale, 50 vjeçarit Sula e ka komplikuar edhe më tej hetimin për zbardhjen e ngjarjes, duke shpërndarë në pista të shumta që kërkojnë verifikim të detajuar. Megjithatë, deri më tani, hetimet për pistat e konflikteve me shumë njerëz rezultuan pa ndonjë të re. Ditët e fundit, disa elementë të rinj të mësuara nga burimet të brendshme i kanë dhënë policisë një pistë të re. Antikrimi në Policinë e Tiranës mësoi se Edmond Sula ishte bashkaksioner në një kompani të licencuar për kanabisin mjekësor në Maqedoninë e Veriut,
vend ku kjo mënyrë biznesi është e ligjshme. Dyshimet janë për ndonjë konflikt të mundshëm në këtë biznes, edhe pse deri tani nuk ka ndonjë provë bindëse. Autoritetet shqiptare pritet u drejtohen homologëve Maqedonas zyrtarisht për informacione më të detajuara të aktivitetit të Sulës në këtë vend. Në varësi të përgjigjes, hetimi mund të marrë rrjedhë konkrete në këtë pistë ose jo. Edmond alias Ali Sula po hetohet për konflikte të mundshme në komunitetin ku jeton, dyshimet mbi dhënien e parave me fajde në zona të ndryshme në Fushkruj dhe Vorë, si dhe konflikte me biznesin e shitblerjes së pronave që kishte në pronësitë e tij. 50 vjeçari sapo kishte parkuar makinën pak pas mesnatën në Bërxull dhe po shkonte në shtëpi kur nga pas u qellua me një plumb. Autori nga mënyra se si ka vepruar ka pasur informacion të detajuar të lëvizjeve të tij duke e pritur në përshkurre aty pranë. Në zonë nuk u dëgjuan të shtëna, ndërsa dyshimet janë për përdorim të snajperin atentat, si dhe vrasës me pagesë. Një kamera sigurie tregon duke u larguar në këmbë nga vendi i ngjarjes, por nuk përjashtohet mundësia që të jetë pritur nga ndonjë makinë për të larguar pa lënë gjurmë autorin e ngjarjes. Policia e Durrësit ka zbuluar një bazë me arsenal armësh dhe municioni luftarak në Manës, që sipas hetimeve paraprake dyshohet se shërbente për furnizimin e grupeve kriminale. Operacioni policor i koduar baza u zhvillua nga shërbimet e stacionit policisë Manës në bashkëpunim me operacionalen e Durrësit pas informacioneve të siguruara nga inteligjenca informative. Gjatë kontrollit në banesën e Ergis Pepës, 20 vjeç banues të Manës, efektivët gjetën dhe sekuestruan 4 pistoleta, një kalashnikov, një armë gjau shotgun, 6 krër, qindra fishek luftarak të kalibrave të ndryshëm, një targ automjeti italiane dhe një aparat celular. Pas sekuestrimit të arsenalit, i riu u arrestua në flagrancë për veprat penale të prodhimit dhe mbajtjes pa leje të armëve shpërthyese dhe municionit si dhe atyre sportive. Sipas policisë, armët e sekuestruara do t'i nënshtrojnë ekspertimit në Institutin e Policisë Shkencore për të verifikuar nëse janë përdorur në ngjarje kriminale të ndodhura më parë. Grupi hetimor ka dyshime se i riu ka dhe bashkëpunëtor të tjerë, ndërsa po punohet për identifikimin dhe lokalizimin e tyre. Materialet në ngarkim të Pepës janë referuar prokurorisë së Durrësit, ndërsa 20 vjeçari do dalë për mas sigurie në gjykat brenda 72 orësh. Kanë nisur homazhet për gazetarin Enrik Mehmeti, i cili humbi jetën tragjikisht në mbrëmjen e së shtunës. Homazhet publike për 40 vjeçarin kanë nisur rreth orës 12 në teatrin Petro Marko, pas ceremonive private në familjen e tij. Qytetar të shumt, kolegë, miq e figura publike po japin lamtumirën e fundit Enrik Mehmetit, varrimi i cili do të bëhet sot në orën 14. Enrik Mehmeti punonte prej 2 dekadash në gazetari, kryesisht në qarkun e Vlorës, ndërsa humbi jetën pas një aksidenti me motor mbrëmjen e së shtunës në Zvërnec pas një përmbysje të motomjetit që dyshohet se u shkaktua nga një manovër e gabuar. Politikan dhe figura të njohura publike shprehen ngushëllime në rrjetet sociale për gazetarin Enrik Mehmeti. Ndërkohë që po vijojnë homazhet të cilat ka nisur në orën 12 në teatrin Petro Marko në nderim të gazetarit Enrik Mehmeti, i cili për më shumë se 20 vite ka dhënë kontribut në gazetari. Këto janë pamjet e homazheve. Në homazhe ka marrë pjesë edhe kryeministri i vendit Edi Rama, kryetaria e Bashkisë së Vlorës, kryetari i Bashkisë së Himarës. Homazhet janë përmbahen në teatrin Petro Marko. Gazetari Enrik Mehmeti u nda nga jeta ditën e djeshme në moshën 40 vjeçare, ndërkohë që janë të shumt qytetarët e Vlorës, por dhe politikanë të lartë që ponderojnë gazetarin Enrik Mehmeti në homazhet që janë duke u zhvillua në teatrin Petro Marko në Vlorë, në homazhe i pranishëm edhe kryeministri i vendit Edi Rama.
Dalim tani në zhvillimet ekonomike, transaksionet me kriptoasete do të përfshihen në sistemin e shkëmbimit automatik të informacionit tatimor ndërmjet Shqipërisë dhe vendeve të Bashkimit Evropian. Një projekt ligji i hartuar në përputhje me direktivat evropiane vendos detyrime të zgjeruara për platformat dhe operatorët që kryejnë shkëmbime ose transferime kriptoasetesh për klientët. Një projektigj i propozuar i hedhur për konsultim publik nga Ministria e Financave thotë se Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve do të jetë institucioni përgjegjës për marrjen, përpunimin dhe shkëmbimin e informacionit me autoritetet tatimore të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian për çdo transakcion në kripto. Ofruesit e shërbimeve të kriptoaseteve do të duhet të identifikojnë rezidencën tatimore të klientëve nëpërmjet një vetdeklarimi ku përfshin emri, adresa, shteti i rezidencës, numri i identifikimit tatimor dhe data e lindjes. Për kompanitë dhe subjektet e tjera do të verifikojnë edhe personat që ushtrojnë kontrollin ose janë pronar përfitues. Platformat do të raportojnë tatimeve, shkëmbimet ndërmjet kriptoaseteve dhe monedhave tradicionale, shkëmbimet nga një kriptoaset në një tjetër, si dhe transferimet drejt ose nga llogaritë dhe kuletat e përdoruesve. Për çdo lloj kriptoaseti do të deklarohen vlera totale e transaksioneve, numri i njësive, numri i blerjeve dhe shitjeve, si dhe transferimet drejt adresave digjitale që nuk rezultojnë të lidhura me një ofrues të njohur shërbimesh financiare. Në raportim do të përfshihen edhe pagesat me kriptoasete ose mallra dhe shërbime, kur vlera e një transaksioni të i kalon $50.000 ose ekuivalentin e kësaj shume në një monedhë tjetër. Raportimi do të kryhet çdo vit brenda datës 30 qershor të vitit pasardhës. Platformat do të jenë të detyruara të ruajnë dokumentacionin për të paktën 7 vjet dhe t'i vendosin ato në dispozicion të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve kur u kërkohet. Projektigji parashikon masa ndaj përdoruesve që refuzojnë të japin informacionin e nevojshëm, pas 2 njoftimeve dhe jo më herët se 60 ditë nga kërkesa fillestare. Platforma duhet ja bllokojë përdoruesit kryerjen e transaksioneve deri në dorëzimin e të dhënave. Operatorët e kriptoaseteve do të regjistrohen pranë tatimeve dhe do të pajisen me një numër identifikimi individual NIP. Autoriteti mbikëqyrjes financiare do të dërgojë tatimeve informacionin për çdo licencë, pezullim ose revokim të autorizimit të këtyre subjekteve. Për mosraportim brenda afatit, mosregjistrimi ose pengimin e kontrolleve, parashikohen gjoba nga 700.000 deri në 1 milion lekë. Raportimi të dhënave të pasakta, mos verifikimi i klientëve ose mos ruajtja e dokumentacionit dënohet me gjoba nga 300 deri në 700.000 lekë. Projektligji krijon bazën ligjore për identifikimin e ofruesve raportues të shërbimeve të kriptoaseteve, mbledhjen, verifikimin dhe raportimin e informacioneve mbi transaksionit në kriptoasete. Megjithse ligji pritet të hyjë në fuqi 15 ditë pas votimit në fletoren zyrtare, efektet e tij do të nisin vetëm në datën e anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Një vrasje në vitin e largët 1997 vazhdon ta përndjek Pjetër Markun, 63 vjeçar dhe pasi vuajti një dënim me 19 vite burg. Marku i sëmur me tuberkuloz nuk pati kur një stre pasi vuajti dënimin, teksa i braktisur nga familja ka zgjedhur të mbyll jetën mes maleve të Pukës. Një vrasje e kryer në vitin 1997 në fshatin Gjegjen e ndjek ende nga pas 63 vjeçarin Pjetër Marku, i cili pasi ka kryer 19 vite burg, i braktisur nga familja dhe pa shpresë për të kthyer në fshat, jeton i braktisur. Po vrasje marrë gjakut për mbrojtjen e familjes. Sa dola prej burgut, ashtu janë rrethonat me fjalë gryja gjak se jam ushime në ngrosë, sikur ka brakoshën e vet, ta bëj vrat në tij. Asa hini freka, ditërimisht marrë, s'ka pasi si me jeto tash me një vrasje. Pasi fitoi liri në vitin 2015, atëherë kur nuk gjeti më familjen, ai është përballur me një karvan vuajtjesh që po ja rëndojnë tuberkulozin, që duket se nga mungesa e kushteve ja ka vështirësuar situatën. Prej daljes në liri, ai kurrë nuk ka pasur një strehim të sigurt, disa herë është strehuar për mirësi nga njerëz të ndryshëm, ndërsa së fundmi, vetëm mali dhe një objekti i braktisur janë kthyer në qatim mbi kokën e tij. Se nuk ka dalë për shek kush me ne malt, se me që ndalin gjithë malt me fjalë për rrim për shpejat. Unë prej hallit kam dalë se s'kam ku më shkoj tjetër. Për derisa s'ka shtesë ke ku i mjo drejtoj vetëm Zotit, Zoti s'bjen tokë më marr me këtë. Me kam më marr vesh. Para 24 orë mua nuk më kishte lënë kush pas strahum. A di ç'nati? 24 sahat.
Le në është edhe vrasën së më kishte lënë për me e ba, se i kishte fut në Birosburgut. Duket se është pajtuar me fatin, por jeton me frikën se mund t'i ndodhë më e keqja në vetmi, teksa ka humbur shpresat se dikush mund të kujtohet më për të, i zhytur në shgënjimet që i ka rezervuar jeta. Shtetë nuk pasova pas konë, se të është 19 vjetë, kanë pas mundësi për me më strahue, me mirë kuptim, me fjallë, kam dalë se nata kanë pasallë dhe vetë, nuk më një kanë përbalo jetës në vetë, kam shumë ditë që jem pa bukë, me thonë të drejtëm ka rotën syrë, nuk realizisë në robi, po dërëm se dhe të kam marrë derë, ferë. Pjetër Marku sot vua në heshtje dhe larg vëmendjes së atyre që duhet të kujtoheshin për t'i siguruar të paktën minimumin të drejtën për të jetuar. Nuk do të di askush për vendodhjen e tij në malet e Pukës, thjesht i mërzitur nga jeta do që të shuhet në vetminë e malit dhe të papriturat që sjell jeta në arres. I bindur se arma nuk sjell kur zgjidhje, ai ka dhe një apel nga shtrati prej kartoni, ku gdhiet e ngryse çdo ditë, i harruar nga të gjithë. E merë nuk është me e ba, as për në zhokut, si më ndodhi mua, as jashtë e zhokut. Merë është me mujtë mudru më shmang. 63 vjeçari Pjetër Marku thot se për të shteti nuk ka ekzistuar kurrë, ndaj mërzitur nga jeta, nuk pret më asgjë, madje as keqardhje, kur t'i ndodh më e keqja. Fshati Godvig në bashkinë e Bulqisës po tërheq gjithnjë më shumë vizitorë të apasionuar pas qetësisë dhe pejsazheve natyrore që ofrojnë zonat malore të vendit tonë. Veç bukurive të natyrës, mikpritja vendase ju bën gjithnjë e më shumë përshtypje vizitorëve të huaj. Pejsazhi natyror, ajri pastër dhe mikpritja që ofrojnë banorët vendas po e kthejnë fshatin Godvig në Bulqizë gjithnjë më të vizituar nga turistët vendas dhe ata të huaj. Pushuesit përjetojnë qetësinë e natyrës, njohin traditat dhe zakonet e zonës, teksa ndjehen të manitur ndër shtiqet malore që ofron krahina. With a 360 view. Ajo çfarë na pëlqen është autenticiteti që ofron ky vend. Këtu nuk ka zhurma dhe gjëra të bezdisshme. Është kaq bukur dhe shumë origjinale. Është mahnitse simfonia natyrore që ofrojnë shpendët dhe pamjet e gjera nën puhizat e lehta të erës. Fisnik Jangulli është ndër të rinj që punojnë prej kohësh që vendlindja e tij të kthehet ndër atraksionet që ofron Shqipëria dhe duket se ja ka arritur, teksa ndjehet i lumtur me përjetimet e të huajve që vizitojnë zonën. Ju pëlqen edhe qetësia, sigurisht, ju pëlqen edhe rehatia, njerëzve, sjellja e tyre, edukata e shqiptarit. Natyrën që kemi ne, sidomos veriorët, nuk e kanë askush tjetër. Potenciali turistik që ofron fshati Godvig në Bulqizë po i kthen atë ndër pikat më tërheqëse për turistët që kërkojnë të kalojnë ditë pushimesh larg zhurmës dhe smogut të qyteteve të mëdha. Kemi mbritur në fund, dajemi këtu, miru takofshi.